Mbrëmja kishte nisur si shumë të tjera në shtëpinë e Big Brother Kosova. Dritat ishin të buta, muzika vinte e ikte, banorët ishin shpërndarë në përhapësira, secili me mendimet e veta, me lodhjen e ditës dhe me tensionin e padukshëm që gjithmonë rri pezull në atë shtëpi. Por askush nuk e dinte se ajo natë do të kthehej në një nga ato momente që mbahen mend. Gjithçka ndryshoi kur Arditi u ngrit në këmbë, pa paralajmërim, pa arsye të dukshme. Pas skenar, muzika u rrit pak më shumë dhe ai, sikur ta kishte pritur atë çast gjithë ditën, nisi të kërcej. Jo një kërcim i zakonshëm. Ishte i çmendur, i lirë, plot energji. Lëvizje të papritura. Hapa që sfidonin ritmin, duar që fluturonin në ajër, fytyrë e çliruar nga çdo mendim. Arditi nuk po kërcente për kamerat. Nuk po kërcente për publikun. Ai po kërcente për veten. Në fillim, banorët u befasuan. Disa qeshën. Disa u ngritën nga vendet. Disa e shikonin me habi, sikur po përpiqeshin të kuptonin nëse ishte shaka apo shpërthim i vërtet emocionesh. Por sa më shumë vazhdonte, aq më e qartë bëhej. Kjo ishte e vërtet, energjia e tij përhapej si val, një nga një, banorët nisën të duar trokasin. Fillimisht lehtë, pastaj më fort. Ritmi i duarve u bashkua me muzikën, me kërcimin, me atmosferën. Salloni u mbush me zëra, me të qeshura. Me brohoritje, bravo Ardit. Vazhdo. Çmenduri pozitive. Arditi qeshte. Djersi rrithë në ball, por nuk ndalej. Çdo hap ishte më i lirë se i mëparshmi. Ishte si një çlirim pas ditësh presioni, analizash, debatesh, mendimesh që nuk thuhen kurrë me zë. Në atë moment, Big Brother nuk ishte lojë. Ishte jetë. Benita e shikonte nga pak më larg. Nuk fliste. Nuk duartrokiste menjëherë. Ajo thjesht e vëzhgonte. Dhe në sytë e saj kishte diçka që nuk shihet shpesh, admirim i pastër. Ajo e pa Arditin jo si banor, jo si konkurrent, por si një njeri që po guxonte të ishte vetvetja pa frikë. Dhe kjo, për Benitën, kishte vlerë të madhe. Kur kërcimi mbaroi, salloni shpërtheu, duartrokitje të forta. Zëra që përziheshin. Disa banor u ngritën. Shtëpia e Big Brotherit ishte ndryshe atë ditë. Jo për shkak të lojës, jo për tensioneve, jo për strategjitë që zakonisht rëndojnë ajrin. Ishte ndryshe sepse ishte dita e Benitës. Dhe kjo mjaftonte për t'i dhënë një dritë tjetër çdo këndit të asaj shtëpie. Banorët ishin të gjithë bashkë në sallon. Disa të ulur, disa në këmbë, disa duke qeshur pa e ditur saktë pse. Ishte ajo ndjesia e bukur e pritjes, kur diçka e mirë po vjen, por ende nuk ka ndodhur. Benita ishte mes tyre, pa e ditur se çfarë e priste, por me një buzëqeshje të qetë, si gjithmonë. Pastaj, dera u hap. Në atë çast, sikur koha u ndal për një sekondë, Deraklodi hyri me një tortë në duar. Qirinj ndriçonin but, flakët e vogla lëkundeshin lehtë, dhe mbi tortë shkruhej një urim i thjeshtë, por i fuqishëm: gëzuar ditëlindjen, Benita. Drita e qirinjve u pasqyrua në sytë e saj dhe, për një moment, ajo nuk foli. Vetëm pa, banorët shpërthyen në duartrokitje, gëzuar. Edhe 100. Urime Benita. Por Benita qëndroi aty, e prekur, me duart pranë trupit, sikur po përpiqej ta mbante atë moment brenda vetes, që të mos ikte shpejt, sepse të festosh ditëlindjen larg familjes nuk është e lehtë. Dhe ta festosh në një shtëpi ku çdo ditë është sfidë, është edhe më e veçantë. Benita e mori frym thellë. Në mendjen e saj kaluan shumë gjëra. Vit pas viti. Kujtime. Ditëlindje të tjera. Zëra të njohur që mungonin. Por në të njëjtën kohë, ajo ndjeu diçka shumë të fortë. Nuk ishte vetëm, ajo pa rreth e rrotull. Pa fytyra që ndoshta nuk do t'i kishte njohur kurrë jashtë asaj shtëpie, por që tani ishin bërë pjesë e përditshmërisë së saj. Njerëz me të cilët kishte qeshur, debatonte, heshtur, ndar lodhje dhe gëzime. Dhe në atë moment, të gjithë ishin aty për të. Deraklodi ju afrua dhe ja zgjati tortën. Është dita jote, i tha thjesht. Benita buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e sinqertë, jo për kamera, jo për lojë. Një buzëqeshje që vinte nga zemra, kur qirinjt u vendosën përpara saj. Salla u qetësua. Të gjithë e dinin ritualin. Një dëshirë. Një frym. Një moment i vogël që, në të vërtetë, ka shumë peshë. Benita mbylli sytë, ajo nuk e tha dëshirën me zë. Disa dëshira nuk ndahen. Ato mbahen brenda, aty ku askush tjetër nuk mund t'i preki.
por ndoshta ishte diçka e thjesht, forcë, qetësi, qëndrim, ose thjesht të mbetet vetvetja deri në fund. Ajo fryu qirin, duartrokitjet u bën edhe më të forta. Dikush e përqafoi. Dikush tjetër i tha një fjalë të bukur. Dikush i buzëqeshi nga larg. Dhe Benita, për herë të parë pas shumë ditësh, e ndjeu veten plotësisht të lehtësuar, sepse ajo kishte ardhur në atë shtëpi me një barë të padukshme, pritshmëri, gjykime, presion. Por ditëlindja e saj ishte një ndalesë. Një kujtesë se përtej lojës, ajo ishte një njeri që po rritej, që po mësonte, që po forcoi. Benita nuk ishte nga ato banore që bëjnë zhurmë për të qenë në qendër. Ajo ishte e qetë, Nata ra ngadalë mbi shtëpinë e Big Brotherit, ishte nga ato net që duken të qeta në pamje të parë, por mbajnë brenda një ngarkesë emocionesh që nuk shuhen me dritat e fikura. Kamerat vazhdonin të regjistronin çdo lëvizje, çdo heshtje, çdo frymëmarrje që dukej më e rëndë se zakonisht. Limi dhe Dolce u shtrinë në të njëjtin shtrat. Ky fakt i vetëm mjaftoi për të ndezur imagjinatën e të gjithëve. Banorët e tjerë e vunë re. Disa hodhen vështrime të shpejta. Disa buzëqeshën me domethënie. Disa heshtën, sepse heshtja shpesh flet më shumë se komentet. Publiku jashtë shtëpisë u bë një trup i vetëm pyetës, a ndodhi diçka mbrëm? Apo jo? Në dhomë mbretëronte qetësia. Drita ishte e zbedh. Avulli i dushit të mëparshëm ende dukej sikur qëndronte pezull në ajër. Dy trupa pranë njëri tjetrit, dy mendje zgjuar, dy zemra që rrinin ndryshe nga zakonisht. Dolce qëndronte shtrirë në krah, me sytë hapur. Mendimet i vinin e iknin. Ajo ishte e vetëdijshme për çdo centimetër afërsie, për çdo lëvizje të vogël. Jo nga frika, por nga vetdia se çdo gjë në atë shtëpi merrte kuptim më të madh se vetja. Limi ishte po aq i heshtur. Jo sepse nuk kishte ndjenja, por sepse e kuptonte peshën e momentit. Afërsia e tyre kishte ardhur gradualisht, shikime, biseda të gjata, të qeshura në orë të vona. Mbështetje në momente tensioni. Tani, gjithçka ishte përqendruar në këtë natë, ata flinin bashkë, por çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? Për disa, ishte thjesht vazhdim logjik i afrimit të tyre. Për të tjerë, ishte provë se diçka më shumë kishte ndodhur. Por e vërteta në atë shtëpi rrallë është bardhë e zi. Limi u kthye lehtë nga ana e saj. Dolce ndjeu lëvizjen. Asnjëri nuk foli. Heshtja ishte e mbushur, jo bosh. Ishte ajo heshtje që lind kur dy njerëz e dinë se janë në një moment të rëndësishëm, por nuk kanë nevojë ta shpjegojnë. A ndodhi akti? Askush nuk e pa, askush nuk e dëgjoi, dhe ndoshta kjo ishte përgjigjja, sepse ndonjëherë ajo që pritet nga një çift nuk është ajo që ndodh vërtet. Ndonjëherë afrimi është më shumë emocional se sa fizik. Ndonjëherë të flesh pranë dikujt, të ndash hapësirën, frymëmarrjen, qetësinë është më intime se çdo gjë tjetër. Në mëngjes, zgjimi ishte i qetë. Pa skena. Pa shpjegime. Vetëm shikime të shkurtra, një buzëqeshje e lehtë, një normalitet që për publikun dukej gjithçka përveç normal. Banorët filluan të flisnin. A mendon se ndodhi? Janë çift, çfarë pritej? Unë mendoj se jo. Por Limi dhe Dolce nuk than asgjë, dhe kjo heshtje u bë edhe më e fortë se çdo deklaratë, sepse në Big Brother, pritshmëritë e publikut shpesh ndërtojnë histori që vetë banorët nuk i kanë jetuar. Çifti nuk është detyrim për të provuar asgjë. Afrimi nuk është kontratë. Dhe ndarja e një shtrati nuk është gjithmonë përgjigje për gjithçka. Limi e dinte që çdo gest i tij do të analizohej. Dolce po ashtu. Por ata zgjodhen të mos ushqenin as thashethemin, as sensacionin. Zgjodhen të mbajnë diçka vetëm për vete, qoftë edhe vetëm paqartësinë, dhe ndoshta kjo është ajo që e bën historinë e tyre interesante, jo ajo që ndodhi apo nuk ndodhi, por fakti që nuk gjithçka duhet të dihet. Publiku do të vazhdojë të pyesë. Spekulimet do të vazhdojnë. Por Limi dhe Dolce do të vazhdojnë lojën e tyre, lidhjen e tyre, ritmin e tyre, sepse ndonjëherë më e fortë se çdo akt është pritja, më e fortë se çdo përgjigje është dyshimi, dhe më e fortë se çdo skenë është ajo që mbetet e pathënë. Dhe kështu, nata mbeti natë, shtrati mbeti shtrat, dhe pyetja mbeti pezull, a ndodhi? Apo jo, ndoshta vetëm ata e dinë, dhe ndoshta, kështu duhet të mbetet. Una, me puthje apo puthje, do të rri në shtëpinë e Big Brother Kosova. Kjo nuk ishte thjesht një fjali. Ishte një deklaratë. Ishte një vijë e prerë mes asaj që njerëzit presin dhe asaj që Bia zgjedh të jetë.
Në një shtëpi ku çdo gest analizohet, çdo fjalë zmadhohet dhe çdo afrim interpretohet, ajo vendosi të flasë qartë, pa frikë dhe pa ekuivoke. Bia e tha me qetësi, por fjalët e saj kishin peshë. Nuk kishte nevojë të ngrinte zërin. Mesazhi ishte i fortë vetë. Ajo nuk ishte aty për të përshtatur me narrativat e të tjerëve. Ishte aty për të qëndruar, për të përballuar lojën, për ta jetuar eksperiencën ashtu siç e ndjente ajo në shtëpinë e Big Brother Kosova. Shumë kush mendon se qëndrimi matet me afrime, me puthje, me histori që ushqejnë titujt. Por Bia e dinte diçka që jo të gjithë e kuptojnë. Qëndrueshmëria nuk vjen nga skenat, por nga karakteri. Ajo nuk e mohoi ndjenjen njerëzore. Nuk e mohoi afërsinë, por refuzoi idenë se vlera e saj në lojë varej nga këto. Me puthje apo puthje, kjo pjesë e fjalisë ishte çelësi. Sepse tregonte se ajo nuk po luftonte kundër ndjenjave, por kundër pritshmërive të imponuara. Bia hyri në atë shtëpi me vetdije. Me dije se do të gjykohej. Me dije se çdo vendim do të komentohej. Por ajo zgjodhi një gjë, të mos e humbë veten për asnjë arsye. Ditët kalonin dhe presioni rritej. Banor që afroheshin, biseda që ngatëronin ndjenjat, situata që kërkonin reagim. Në çdo moment, Bia duhej të vendoste, të luante sipas skenarit që të tjerët prisnin, apo sipas bindjeve të saj, dhe ajo zgjodhi veten. Deklarata e saj nuk ishte sfidë ndaj askujt. Ishte një premtim ndaj vetes. Një mënyrë për të thënë, unë nuk jam këtu rastësisht. Jam këtu sepse e meritoj. Publiku reagoi. Disa e duar trokitën për guximin. Disa e kritikuan. Por kjo është natyra e çdo gruaje që flet qartë në një hapësirë ku zakonisht pritet kompromis. Bia nuk kërkoi të pëlqejej nga të gjithë. Kërkoi të ishte e drejtë me veten, në heshtje, ajo reflektonte shpesh. Jo nga pasiguria, por nga pjekuria. E dinte se loja nuk është vetëm strategji, por edhe durim. Nuk është vetëm zhurmë, por edhe qëndrim. Dhe qëndrimi i saj ishte i palëkundur. Ajo nuk u fut në shtëpinë e Big Brother Kosova për të humbur identitetin. U fut për ta forcuar atë. Për të treguar se një grua mund të jetë e fortë pa qenë e ashpër, e qartë pa qenë arrogante, e vendosur pa qenë e ftohtë. Una do të rri në shtëpi. Kjo ishte pjesa më e fortë e deklaratës, sepse aty ishte besimi. Besimi se rruga e saj nuk varet nga askush tjetër. Se prania e saj nuk është aksident. Se qëndrimi i saj nuk është i përkohshëm. Me kalimin e ditëve, kjo fjali u kthye në identitet. Në mënyrën se si Bia fliste, dëgjonte, reagonte. Nuk kishte nevojë të provonte asgjë. Vetë fakti që qëndronte e vërtet ishte prova më e madhe. Në një lojë ku shumë maskohen, ajo zgjodhi të mos mbaj maskë. Dhe kjo kërkon më shumë guxim se çdo strategji tjetër. Në fund, deklarata e Bies mbeti si një nga ato momente që nuk harrohen lehtë. Jo sepse ishte dramatike, por sepse ishte e sinqertë. Sepse tregoi se forca e vërtet nuk ka nevojë për spektakël. Me puthje apo puthje, Bia zgjodhi diçka më të madhe, të rri besnike ndaj vetes, të rri në lojë me dinjitet, të rri në shtëpi me kokën lart, dhe kjo, në Big Brother Kosova, është një fitore më vete. Alba ka mësuar të mos pres mirësinë e askujt. Të mos varet nga asnjë dhe të mos lejoj kurrë që dikush ta vendos në radhë të fundit. Por ka ditur gjithashtu të marrë dhuratat e jetës, të vlerësoj çfarë ka dhe ta përdor atë për të ndjerë krenari, jo për të treguar tek të tjerët. Kur Limi i dha atë dhuratë, një dhuratë që kishte kushtuar 7.000 euro, Alba e mori me një ndjenjë të thellë të vetë vlerësimin. Nuk ishte thjesht dhurata, ishte simboli një marrëdhënieje që kishte vendosur të shënonte një moment të veçantë, një kujtim që do ta shoqëronte gjallë. Nuk kishte rëndësi çfarë mund të thonin të tjerët. Ajo e kuptoi se dhurata nuk ishte për dikë tjetër, ishte për të veten. Për të ndjerë fuqinë e saj, kontrollin mbi jetën dhe trupin e saj, dhe aftësinë për të marrë vendime që i bënin mirë, Alba e ndiu këtë dhuratë si një vulë të fuqisë personale. Gjoksi i saj, pjesë e identitetit të saj, tani ishte diçka që ajo mund ta tregonte me krenari. Nuk ishte për të impresionuar dikë tjetër, nuk ishte për të marrë vlerësime nga të tjerët, ishte për të kuptuar se sa larg kishte arritur. Çdo centimetër i saj, çdo zgjedhje, çdo gjë që kishte bërë deri tani, e kishte çuar te ky moment. Tani, kur mendon për të ardhmen, Alba nuk sheh më vetëm vetë. Ajo sheh mundësi. Mundësinë që dikush tjetër ta vlerësoj, ta respektoj, por jo ta kontrolloj.
mundësinë për të marrë dhuratat, për të ndjerë kënaqësi, për të festuar suksesin e saj, për të treguar krenarinë e vet. Ajo filloi të mburret me forcën e saj, me zgjedhjet e saj, me aftësinë për të marrë atë që i takon. Nuk ishte arrogant, ishte krenari. Një krenari që vinte nga vetë vlerësimi, jo nga dëshira për të treguar tek të tjerët. Limi ishte vetëm një kapitull, një pjesë e historisë së saj. Ai i dha diçka që ajo e kuptoi se mund të përdorte për të kuptuar veten më mirë. Tani ajo ishte më e fortë, më e qartë, më e vendosur. Nuk kishte më vend për njerëz që nuk e vlerësojnë. Nuk kishte më vend për ata që nuk kuptojnë se sa shumë vlen ajo. Alba e dinte që dikush tjetër mund të vinte dhe të vlerësonte atë që ajo kishte tashmë. Por kjo nuk e bënte të ndalej. Nuk e bënte të humbte vetë besimin. Përkundrazi, e bënte të ndihej më e fuqishme. Çdo dhuratë, çdo vlerësim, çdo moment i lumturisë së saj ishte një hap përpara, një tregues se ajo kishte kontroll mbi jetën e saj dhe nuk do ta linte askënd të vinte dhe ta nxirrte jashtë rrugës së saj. Kur shikonte pas, Alba e kuptonte se çdo moment kishte qenë një mësim. Çdo marrëdhënie, çdo dhuratë, çdo shgënjim, çdo emocion e kishte bërë më të fortë. Dhe tani ajo ishte në atë pikë ku mund të thoshte me krenari: unë nuk jam më ajo që prisja dikë që të më vlerësoj. Unë e di vlerën time, e kam fituar vetë dhe nuk do ta humbas më për asgjë. Kjo dhuratë, kjo simbolike jashtme, ishte thjesht një shenjë e asaj që Alba kishte brenda, forcës, vendosmërisë, vetvlerësimin. Ajo nuk kishte nevojë për dikë tjetër për të ndjerë kënaqësi, por ishte një kujtesë e bukur që jeta i ofron shpesh mundësi për të festuar veten. Në çdo ditë që vinte, Alba e shikonte veten në pasqyrë dhe buzëqeshte. Nuk ishte vetëm bukuria fizike, nuk ishte vetëm dhurata, ishte ajo ndjenja e brendshme e fuqisë që kishte ndërtuar për veten. Ajo e kuptonte se çdo gjë që kishte arritur nuk ishte rastësi. Çdo zgjedhje, çdo vendim, çdo moment i guximit e kishte çuar te kjo pikë dhe në këtë pikë Alba nuk kishte frikë. Nuk kishte dyshime. Nuk kishte më pengesa që mund ta ndalonin. Ajo mund të kishte gjithçka që donte dhe nuk do të lejonte askënd të vinte e të minimizonte vlerën e saj. Çfarë kishte marrë nga limi ishte simbol, por çfarë kishte fituar për veten ishte realitet i përjetshëm. Fuqia, krenaria, vetbesimi, Alba ishte e gatshme për gjithçka që vinte. Për çdo mundësi, për çdo sfidë, për çdo përjetim që mund ta bënte të ndihej e plotë. Ajo kishte mësuar se nuk kishte nevojë të mburret tek të tjerët, ajo mund të mburrej tek vetja, tek historia e saj, tek forcën që kishte fituar, dhe kështu Alba ecën përpara, me kokën lart, me zemrën e fortë, me një vetbesim që nuk mund ta thyej askush. Çdo dhuratë, çdo moment, çdo fitore është një dëshmi e fuqisë së saj. Dhe ajo e di, ajo që vjen pas saj do të duhet të kuptojë dhe të respektojë atë që Alba tashmë ka fituar, veten.